Ky libër quhet The Albanian Files. Është një ndër botimet më të rëndësishme që kanë dalë në vitet e fundit në dritën e skenës së arkitekturës dhe zhvillimit urban në Europë dhe në botë. Është një botim i ri i kohëve të fundit dhe ka brenda punët, projektet, idet, shënimet e 60 arkitektëve dhe studiove me një reputacion të padiskutueshëm ndërkombëtar, të cilat i lidh së bashku në gjithë faqet e librit Shqipëria. Tani nuk dua të flas për librin, po dua të flas për një inkuizicion që ka nisur lidhur me librin. Një inkuizicion që buron nga fryma e bulevardit, ku protesta e filluar për natyrën ka krijuar shumë degë të tjera dhe një nga degët është pikërisht dega inkuizicionale, e cila përndjek, në thonjse natyrisht, por jo sepse nuk përndjek, po sepse përndjek në kuptimin me fjalë, me akuza, me shpifje. Një nga gjërat dhe një nga grupet më të rëndësishme që i ka ndodhur dhe që janë qasur Shqipërisë së këtyre 30 vite, po dhe historisë së Shqipërisë. Njerëz të cilët thash e kanë bërë emrin dhe historinë e tyre në skenën e arkitekturës botërore dhe që janë mbledhur pavarësisht nga njëri tjetri në Shqipëri, siç u mblodhën dikur në New York në vitet 30, duke dhënë kontribute të cilat ndër të tjera do të bëjnë që ky vend dhe vajzat e djemt e këtij vendi, arkitekte, urbaniste, nesër të nxjerrin nga gjiri i tyre ndonjë emër apo më shumë se një emër, shqiptari apo shqiptare që do të shkëlqejnë në skenën e botës, sepse në ndërkohë këtu në Shqipëri, në kryeqytet dhe jo vetëm, ne kemi universitetin më të madh dhe më prestigjos në qell të hapur të arkitekturës dhe zhvillimit urban, ku të gjithë profesionistët e rinj shqiptar janë të atashuar pranë këtyre studiove dhe punojnë së bashku dhe mësojnë prej tyre dhe zhvillojnë talentin, dijen, rrisin pa diskutim ekspertizën e tyre fal këtij bashkëpunimi. Tani The Albanian Files është vendosur në shënjesër nga inkuizicioni, se s'mund ta quaj dot intelektual, se nuk është intelektual, por nga inkuizicioni revolucionar i protestës, ndërkohë që nuk është libri im dhe nuk është një botim i kontrolluar prej meje. Unë thjesht kam dhënë aty një kontribut me një tekst parathënës. Një tekst parathënës që është patjetër krenari që unë si kryeminist i Shqipërisë të isha i ftuar ta shkruaja dhe që së bashku me gjithë këtë armat arkitektësh dhe profesionistësh të jashtëzakonshëm, të cilët janë pedagogë në universitetet më të mira të botës, ndër të tjera, të cilët thirren për të bërë konferenca mbi arkitekturën për të rejat, për të rinjt, për të interesuarit dhe paguhen saqimet e kokës në vende të tjera, dhe ka ardhur si një projekt editorial tërësisht i pavarur, është konceptuar, është kuruar nga Aneke Abeglak dhe siç thash janë kontribute të studiove që
punojnë në Shqipëri 2 dekadët e fundit. 2 dekadët. Është diçka fenomenale. Patjetër që ka gjëra të diskutueshme, patjetër që ka gjëra të debatueshme, të kritikueshme, çfarë të doni, por që ti qepesh një botimi të tillë, njësoj si të ishte koha e revolucionit kulturor kines, dhe mbi të gjitha pastaj të kapesh me një tekst i cili është një tekst auto-ironik i një arkitekti që përfaqëson njërin prej studieve më të mëdha në historinë e arkitekturës bashkëkohore, studion OMA, të themeluar edhe të udhëhequr nga legjendari Rem Koolhaas. Ky është kulmi. Ky është kulmi. E para që ky tekst i vën aty, i cili në mënyrë auto-ironike është një letër drejtuar meje, e cila natyrisht është një letër që mua s'më ka ardhur, se s'kishte as se pse të më vinte, është shënim në dosjen e arkitektit, ku më thot pse duhet bëhem dhe zgjedhje, ti mund bëhesh mbret dhe të bësh atë që bënin mbretërit për arkitekturën e tjerë, çështje dilemash edhe problematika që s'kan lidhje fare me ndonjë thirrje reale për të bërë mbret, është kthyer kokë poshtë. Por tregon që në fakt libri është tërësisht i lirë, i pa kontrolluar, të gjithë autorët, pra të gjithë pjesëmarrësit kanë pasur pavarësi plot në dosjen e tyre, kanë zgjedhur vetë projektet, kanë vënë vetë tekstet, kanë caktuar reflektimet dhe materialet që kanë dashur të publikojnë, dhe është një parim që shprehet qartë që në hyrje të librit, ku editoria e thotë se autonomia e autorëve është ruajtur qëllimisht gjatë gjithë procesit editorial. Dhe përfshirja e letrës hapur të René de Graaf është një dëshmi e kësaj autonomie. Letra është pjesë e dosjes personale të autorit, edhe vetë files, dosjet, është një referencë ironike e një Shqipërie që vjen nga një kohë dosjesh, ndërkohë që këtu dosjet janë tëra të hapura për publikun. Ai e ka vendosur aty, s'ka as redaktim, s'ka as censur, dhe po të ishte një botim propagandistik apo i kontrolluar politikisht, ky tekst nuk do mbete aty mbase. Unë as nuk e kam parë dhe as nuk më ka ardhur, as më ka shkuar mendja ta kërkoj, ta shoh përpara librin se sa të botohej. Dhe çana thot në të vërtetë letra e René de Graafit është se spari duhet njohur autori. Ai nuk është vetëm një arkitekt i njohur ndërkombëtarisht, është autor librash dhe esesh mbi marrëdhënien mes arkitekturës, pushtetit, kapitalit, politikës. Ka një stil botërisht të njohur, ironik, satirik, paradoksal, hiperbolik, mjete që ai përdor në punën e tij, po nuk janë deklarata politike lineare. Dhe ai shkruan po kështu në një mënyrë për Londrën, Dubai, në Rusinë, Bashkimin Sovjetik, Bashkimin Evropian, Kinën, njeri i lirë. Dhe edhe një herë e gjithë kjo kthehet në një nga shumë tekstet e akuzës inkuizicionale që po më bëhet mua nga gjithë farë lloj personazhesh. Për shënimet e javës kam veçuar vizitën në Paris dhe pastaj më pas atë në Gdansk. Spari në Francë me ftesë presidentit Emmanuel Macron në një takim që ishte një tjetër stacion në rrugën i dialogu gjithmonë më të ngushtë politik mes Shqipërisë dhe Francës, i ndërtuar gjatë viteve të fundit. Diskutuam mbi ecurinë e projekteve të partneritetit strategjik mes dy vendeve. Patjetër cekëm çështjen e mbështetjes së Francës në procesin e anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe diskutuam mbi hapat e drejtanishëm dhe hapat që janë në proces, si dhe zhvillimet që lidhen me të nesërmen e Bashkimit Evropian, ku Franca, si një nga vendet që ka një peshë domethënëse në
raport me zgjerimin, ka një rol të rëndësishëm për sa i përket shtytjes më përpara të një ideje se perspektiva europiane e Shqipërisë dhe e vendeve tjera që negociojnë është e padiskutueshme, por nga ana tjetër duhen gjetur mekanizma të rinj, gjë që u shkrua edhe në letrën e përbashkët të presidentit Emmanuel Macron me kancelarin Friedrich Merz. Nga ana tjetër, në fund javës shkova në Gdansk, Polonisë, në konferencën për ndartimin e Ukrainës, ku diskutua jo vetëm mbështetja për Ukrainën, po në tërësi arkitektura e sigurisë europiane në vitet që vijnë. Qëndrimi im i Shqipërisë është i ditur, u rikonfirmua, ndërkohë që ishte po ashtu një vend i duhur në kohën e duhur për të nënvizuar se ridërtimi i Ukrainës dhe afrimi mëtejshëm i Ballkanit Perëndimor përfshir edhe Moldavinë dhe Ukrainën në Bashkimin Evropian nuk duhet parë si dy procese ndara, po si pjesë e të njëjtës qasje strategjike për një Europë më të qëndrueshme, për një Europë më të bashkuar, për një Europë më të sigurt. Këtë javë prezantuam dhe një nisëm të re për infrastrukturën digjitale në qytete, e cila synon që t'i jap fund asaj që ka mbetur nga epoka e përhapjes së internetit në formën e kablove dhe kavëve që rrotullohen rrugë më rrugë e lagje më lagje, dhe të fillojmë sistemimin e rrjetet të komunikimit elektronik duke kaluar gradualisht në infrastrukturën nëntoksore. Është një ndërhyrje që patjetër adreson domosdoshmërinë për të rritur më tutje cilësinë e hapësirës publike, për të unifikuar komponentët e hapësirës publike duke vazhduar të pastrojmë llozhurat e të shkuarës së largët apo të afërt që janë ende të pranishme nëpër qytetet tona. Dhe në vijim, në muajin korrik, do të prezantojmë dhe programin e ri kombëtar Rilindja Urbane 2.0, i cili është një program i ndërtuar në dialog me pushtetin mendor për fazën e ardhshme të zhvillimit të komuniteteve në të gjithë vendin, që shkon përtej investimeve që kemi bërë deri më sot. Një program që do të adresojë ndërhyrjet e mbetura në sistemin e ujësisë kanalizimeve, do të mbështesë zhvillimin e transportit publik të gjelbër, do të krijojë kapacitete të reja parkimesh, do të çelë rrugën e rigjallërimit të njësër zonash industriale që kanë mbetur në pezullin e të shkuarës, dhe do të nxjisë zhvillimin e muzeve të identiteteve lokale, duke pasur njëkohësisht si pikë fokale zgjerimin e programit për startupet dhe forcimin e bashkëpunimit mes një pushtit vendor dhe sipërmarrjes në funksion të zhvillimit ekonomik. Nuk është një program thjesht dhe vetëm i mbështetur nga një fond investimesh, por është një program që do të stimulojë marrëdhënien aktive të pushtetit vendor me komunitetin dhe një angazhim të përditshëm në zbatimin e projekteve në terren, në harmoni me nevojat e komunitetit për më shumë informacion, për më shumë transparencë, për më shumë vetëdijsim, po ashtu. Dhe në këtë frym, një Rilindje Urbane 2.0 do të jetë një hap tjetër i rëndësishëm të Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian. Këtë javë e hodhëm dhe një hap tjetër të paralajmëruar për të rritur sigurinë energjetike, duke nënshkruar memorandumin me kompaninë italiane Eni, një gjigant global, për të krijuar kapacitetin e rezervës kombëtare të furnizimit dhe magazinimit të produkteve të naftës dhe të gazit, në një kohë kur kriza globale të viteve të fundit janë rikthyer më shumë se sa një herë, duke na prekur ndër të tjera dhe atë nervin vital të ekonomisë që ka të bëjë
me pikërisht energjinë që ka të bëjë pikërisht me hidrokarburet. Dhe ndërmarrja e këtij partneriteti me Enin synon që përfundimisht çështja e rezervave strategjike të jetë një çështje e garantuar, por ne shkojmë dhe më tej me synimin që të krijojmë një operator të ri, një aktor të ri në treg, të ndërtuar mbi ekspertizën e përvojën e një nga kompanive më të rëndësishme në botë në sektorin e energjisë dhe të hidrokarburëve, që të krijoj kapacitet tregtar në sistemin e brendshëm dhe atë rajonal. Ky partneritet nuk është thjesht një marrëveshje mes qeverisë dhe një kompanie ndërkombëtare, por është një investim afatgjatë. Një investim afatgjatë që do të sjellë shumë më tepër siguri, por do të sjellë edhe dituri dhe ekspertizë të domosdoshme në një kohë kur sfidat bëhen gjithmonë më komplekse dhe nga ana tjetër domosdoshmëria për të pasur partnerët dhe aleatët e duhur bëhet gjithmonë e më jetike. Shënimin e fundit dua ta lidh me një mesazh. Me një mesazh në celularin tim, të cilin e kam nxjerr për ta lexuar, mbase jo të gjithin, është një mesazh i gjatë, ku dërguesi më thot: Mirëdita, zoti kryeministër, lexova si çdo ditë dhe sot postimin tuaj të ardhur nga një qytetar i gjeneratës time. Pra, dërguesi është i tjetër gjenerat me mua. Shumë e qartë që një kryeministër vlerësohet dhe votohet për vizion, ide, ambicie, sfida që na bashkojnë si komb, të cilat në mënyrë direkte apo indirekte prekin jetët tona. Problemi fillon kur institucionet e varësisë harrojnë që ndërsa një kryeminist ka për detyrë ato më sipër, ato duhet merren me problemet e përditshme që i prekin jetët tona. Dhe jo të përfitojnë nga ky vizion, por të punojnë që vizioni të jetë i prekshëm edhe për ne. Jemi 12 familje që janë bashkuar në këtë protest, jo të gjithë me prezencë në bulevard, sepse jemi të zhgënjur që akoma dhe sot nuk kemi një zgjidhje për gjysmën e pallatit që na është shëmbur nga tërmeti i 2019-s pranë Ministrisë Jashtme. Kemi ndjekur të gjitha rrugët e robit, të ligjit dhe të zotit për të kërkuar ndihmë pranë çdo institucioni, minibashki, bashki, avokat populli, ministri dhe kryeministri, por akoma sot pa përgjigje. Ju kemi shkruar dhe ju një letër vitin që shkoi dhe njëherë pas saj na kontaktuan nga Bashkia e Tiranës duke na premtuar zgjidhje në prani dhe të deputetes. Por pas zgjedhjeve elektorale, përgjigjet në shkresa nuk kishin kurfar lidhje me premtimet në zyrë, nuk na prisnin më, delegonin problemin në institucione të tjera për mungesë kompetencash ligjore, u rikthyen pikën zero, asnjë që më përsipër jo të na e zgjidhë, po të paktën të çojë zërin ku duhet, ta ndjeki problemin dhe të na mbajnë kontakt vazhdueshëm. Për këtë i kemi zgjedhur mendoj. Dhe ne si qytetarë në mënyrë direkte apo indirekte, prej 6 vitesh në spirale, nga një derë të tjetra, i vendosim emrin tuaj këtij problemi, ndoshta gabimisht, e thot vetë në klapa, nuk janë pak 6 vite pa përgjigje, dhe ndërkohë shikojmë që jepen leje ndërtimi për rezorte, komplekse, pallate, mirë se të vinë, çdo muaj pothuajse, por pyesim veten po për një shkallë pallati kaq vështirë është leja, duhet jemi ndërtues, biznesmen që të gjejmë kanalin e komunikimit dhe pastaj ludojmë duke ngarkuar veten dhe mendjen që aty është premtuar këtij, atij ndërtuesi nuk din çfarë shpjegimi t'i japim kësaj përplasje realitetesh. Dhe kur mendja helmohet, këmbët të çojnë në bulevard. Pse ne duhet i shkruajmë letra dhe SMS një kryeministri kur ka me 10 drejtor, ministri e bashki që në 6 vite duhet na kishin zgjidhur problemin? Pse duhet shkëputem unë nga puna për të çuar këtë SMS? Pse duhet të dalë të protestoj pas dite kur mund të kaloj akoma me fëmijët e mi? Pse duhet të pres? Nuk i mjaftuan 6 vite këtij shteti? Këto probleme të përditshme por jetësore që ne ndeshim për vitesh na detyrojnë të gjejmë fajtorin tek ju. Vetë administrata juaj ka tendencën të delegojë paftësinë e saj te ju, duke na vënë ne si qytetarë përballë jush si kryeminist. Përgjigje informale të tipit pse se ke dërguar në gjykat, meqense kryeministri ju ka premtuar zgjidhje, le t'ja u japi ai, s'keni pse vini këtu, nuk është kompetenca ime, por e qeverisë. Nuk firmos unë të shkoj në burg se do kryeministri t'ja u bëj aty pallatin ku e keni patur, nuk bëjnë gjë tjetër veç se mbushin gotën e ujit çdo ditë. Ndjes për mënyrën e vërtetë të komunikimit, por mendoj që është më e ndershme kështu. Shumë rregull me plan dhe vizione, por duam të jetojmë mirë çdo ditë dhe duam sot. Nuk kemi nevojë për lëmosh se ja dalin vetë në jetë, por duam që shteti mos na vendosë si travers. Kemi ndjesinë e keqe që na kanë hyrë në hak dhe nuk do të gjejmë më zgjidhje. Ndjes për shqetësim, por ndihemi pa fuqishëm për të zgjidhur këtë problem dhe mbesoni që kjo ndjesim më dhëm.
Faleminderit, ditë mbar, me respekt, Amos Mezurej. Tani, unë dua ta them shumë qartë dhe shumë drejt për drejt. Kjo është protesta që mua më intereson, që mua më zëmron, po ashtu që mua më motivon që të vazhdoj luftën time. Nuk më zëmëron mua protesta e sikureve, as protesta e shtirjeve. Ajo më neverit. Kjo më zëmëron. Dhe nëse do isha në vendin tënd, i dashur Amos, pas 6 vitesh pritje, dyersh që hapen, mbyllen, premtimesh që treten, përgjigjesh që delegojnë përgjegjësinë te dikush tjetër, me shumë gjasa. Unë do ndihesha njësoj me shumë gjasa, edhe unë do ndihesha pjesë asaj proteste, ose do shkoja edhe vetë në protestë. Kështu që nuk e vën dyshim për asnjë moment. Përkundrazi, e ndjej, sado që mund mos a besosh, e ndjej zemrimin tënd si t'ishte imi. Dhe mesazhi yt është këtu i nxjerr, kam plot tilla, se shembulli më i mirë diçka që unë kam thënë vazhdimisht këto ditë. Jo çdo njeri që bashkohet në protestë është aty për një arsye. Ka plot njerëz që nuk i çon bulevard në ideologji, në parti, në inat abstrakt, nuk i çojnë as like-et, as followers-at, për të joshur sot protestues që nesër janë klientë dhe për të shitur pastaj produktet e influencerimit. Nuk i çojnë aty as bindjet ambientaliste, janë fisnike patjetër, as impulset e verbra nacionaliste, as manipulimet apo më keq akoma se sa manipulimet, as misionet e ndryshme për të manipuluar tjerët, po i çon një hall që në fundit kthehet në një zemrim dhe një zemrim që kthehet në një shpërthim. Një padrejtësi që e ndjen me shpinë. Kjo është legjitime. Ke shumë të drejtë, askush nuk duhet detyrohet të shkruajë kryeministës dhe institucionet që paguhen për të adresuar këto probleme, se kanë bërë punën e tyre. Por, ana tjetër, unë personalisht çdo mesazh që marr, unë ndjek, siç e thua edhe në mesazhin tënd, më keni shkruar një vit më parë, unë e kam çuar tek autoriteti kompetent. Tani unë nuk dua fare të justifikohem, se mora këtë mesazh nga telefoni për ta hedhur në debatin me ata të cilët siç më janë vënë mrapa, do më kenë mrapa në aspektin e debatit, sepse unë nuk mund të pranoj lloj sharlatanësh, delirantësh, manipulatorësh, apo njerëzish të futur nga tjerë, si edhe hipokritësh që i kam njohur në punë, i kam parë në punë, që të marrin mikrofonin e protestës edhe që të tregojnë si bëhet Shqipëria. Këtë unë s'mund ta pranoj dot. Mund të jetë diçka që të tjerë s'do e bënin, po unë nuk mund ta pranoj. Jo, unë këtë mesazh e nxora për të ndarë të vërtetën time thjesht që unë kam qenë i shqetësim. Absolutisht. Dhe e kam çuar mesazhin para një viti tek Bashkia e Tiranës. Tani, ne nuk kemi kryetar bashkie. Ne kemi një bashki që funksionon me defibrilator, me oksigjen, me 700 shtytje dhe me 700 ndërçe ushtyn.
Por për te i bashkisë, ne kemi probleme me administratën patjetër. Dhe kur administrata nuk e mban barën që i takon, atëherë bara përfundon mbi shpirtin dhe mbi mendjen e qytetarit, e familjes, e njerëzve që duhet marrin përgjigje, pastaj hidhet hap pas hapi dhe vjen prap tek tavolina. Por këtu duhet bëj një ndërhyrje që nuk kërkoj mirëkuptim, por thjesht kërkoj dëgjim nga të gjithë. E kuptoj që kur gjëja vjen te vetja është ka arritur fundi i durimit. Por nga ana tjetër nuk duhet lejuar që një hall i drejtë të bëhet lëndë djegëse për ata që vazhdojnë në ushqenjë të protest, vazhdojnë në ushqenjë të rrëmuj. Vazhdojnë ushqenjë këtë rrëmuj më shumë shpirtërore se sa fizike, duke bërë dëm pas dëmi pas dëmi, jo duke ndihmuar që gjërat të zgjidhen. Ata njerëz që ushqejnë me problemet të tjerëve dhe janë njerëz, janë subjekte, janë organizata, janë edhe aktorë të tjerë jashtë vendit që ushqejnë me problemet të tjerë. Problemi juaj dhe i gjithë atyre si ju që shkojnë atje ose që janë të lidhur me atë gjë nuk është t'i jepni karburant politikës apo qëllimeve të tyre pa diskutim. Se ata nuk kërkojnë zgjidhje. Ata kanë nevojë që zgjidhja mos vi kurrë. Se ata duan që të mbajnë gjallë zemërimin, përçarjen dhe iluzionin që çdo plagë e një qytetari është prova që këtu duhet rrëzuar gjithçka dhe Shqipëria duhet fillojë nga e para. Ata nuk janë njësoj si ti, si ju, si qytetari që i ka shpirtin më i tundës kërkon drejtësi për këtë, për pallatin e shëmbur apo të dëmtuar, se nuk e di konkretisht. Dhe s'është i disponueshëm për dekor për një agent tjetër, por faktikisht ju keni hallën e vërtet. Ata duan të ngrenë dhe të mbajnë këmbë industrinë e hallëve. Unë kam detyrimin mos i ngatroj të dy gjëra, unë kam detyrimin të dëgjoj njeriu, po mos bëhem peng i atyre që flasin në emrin tënd, kur jo vetëm s'kan gjë në dorë për të zgjidhur asgjë, por nëse larg qoftë ju vjen në dorë, nuk do të jesh problemi i shkallës pallatit. Do bëhet Shqipëria përsëri si është shkallë. Ku e di unë këtë, e di sepse ne nuk kemi nevojë t'i provojmë gjithë ato që i kanë provuar tjerët. E kuptoj që është e pamundur për ty që të pranosh që unë do të vë një perspektivë dhe them, shiko, patjetër që ky është problem shumë i madh, por i ke më shumë arsye të besosh se sa të protestosh. Dhe ndërkohë administrata patjetër ka shumë probleme, por krahasohet pak. Vetëm krahasohet pak me ç'a ndodhte jo shumë vite më parë. Dhe sigurisht që ty s'të duhet kur vjen puna te halli. Por bashkia nuk funksionon ashtu si duhet. Karta e bashkisë është marrë, është mbyllur diku. Edhe e kam thënë që ditën e parë, kostot që ju krijohen shumë të tjerëve janë shumë më të mëdha se çfarë do lloj arsye për të mbajtur mbyllur dikë që mund të hetojë, të gjykojë në gjendje të lirë, edhe pastaj nëse është për të dënuar të dënojë. Gjithsesi, ju e dini shumë mirë sepse shënimi vjen më mbrapa, unë përsëri e delegova rastin tuaj, edhe përsëri ju thash që shiko, këtu ka një limit gjëja, sepse nuk varet nga ne.
dhe janë gjërat shumë teknike dhe juridike se sa duken. Dhe ju thash, nëse ju duket se protesta do t'ja u zgjidhi këtë hall, ju e vazhdoni protestoni, se unë s'jam këtu për t'ju thënë shiko, unë po bëj këtë dhe juve aman mos protestoni. Jo, unë nuk e shoh protestën e njerëzve të ndershëm, e njerëzve që thash nuk janë karburant për industrinë e halleve, si një problem. Unë e shoh si një gjë shumë të respektueshme, shumë të mirëkuptueshme, edhe revoltuese për mua, por tek unë ajo funksionon. Ky është thelbi. Njëkohësisht, për të mos e zgjatur, do t'ju kërkoja diçka të gjithëve ju që si mos jeni në këtë situatë, pra me këto halle. Mos e falni hallin tuaj. Askund. Mos ja falni administratës. Dhe nëse ke nevojë për mua, unë jam këtu të luftoj bashkë me ju. Por mos ja falni në asnjë mënyrë atyre që duan të çojnë gjërat mbrapsht, duke përdorur hallin tuaj. Sepse zgjidhjet kur nuk vijnë nga njerëzit që ndezin zjarrin e zemërimit, por nga ata që pavarësisht të gjitha mangësive dhe gabimeve, mbajnë detyrimin për të fikur çdo vatër halli duke i qëndruar mbi kokë. Unë bëj më të mirën time të mundshme. Unë jam shumë krenar për shumë çka administrata jonë publike ka arritur dhe për mënyrën si është transformuar në krahasim me të shkuarën, por jam jashtëzakonisht po kaq i hidhëruar dhe i neveritur me atë çka ndodh me administratën në vende dhe në raste të caktuara, por zgjidhja nuk është ta hedhim në erë, zgjidhja është ta korrigjojmë bashkarisht. Operacionet e mëdha janë bërë. Këtu çështja është për të vazhduar trajtimin e plagëve dhe për të vazhduar trajtimin e atyre pikave që kanë infekcion.